4 adoleshent në nënhetim në Tiranë u konfliktuan me një 37 vjeçare. 4 vajza janë marrë në nënhetim pasi ndodhi një sherr me një 37 vjeçare në Tiranë. Mësohet se sherri në rrugën e Kavajës ka nisur për motive të dobta, ndërsa shtetaset me iniciale JD 18 vjeç, JSH 19 vjeç dhe HK 19 vjeç dhe AK 18 vjeç do të jetohen në gjendje të lirë. U referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit JD 18 vjeç, JSH 19 vjeç dhe HK 19 vjeç dhe AK 18 vjeç, pasi në rrugën e Kavajës janë konfliktuar për motive të dobta me një shtetase 37 vjeçare, njoftoi policia.